kur i torturonin, i vinin një pikë uji në kokë. Pam, dhe mbas shumë kohësh, ajo bënte bym. Pra, kjo pika e ujit e përsëritur në kohë mund të bëjë gjëmë. Ishin disa faktorë që vendosëm në lidhje me këtë histori. Ndodhi një përdhurnim i bujshëm në 2019 që dëmi që u shkaktua moral një vajze që e psoi këtë ngjarje kaq të rëndë, më tronditi mënyra si u trajtuan media. Mediat nxorën vajzën, e bën tabelqitje dhe duke njohur njerëz që kanë pushtet dhe që kanë shumë thjesht të kryen se s'ka problem me bëjmë. Këto formuan një trekëndsh që t'jepni një mundësi për të zbërthyer në kuptimin psikologjik çfarë i ndodh këtyre njerëzve. Po unë kam përshtypjen që ky korrupsioni nuk vjen thjesht dhe vetëm nga disa njerëz që na udhëheqin. Vjen edhe nga besimi që ne kemi për ndërtuar një shoqëri. Dhe ndërtohet ky rrjet që pastaj kulmon me shembujt që ne kemi në politikë që arrin në figurën e një mostre. Në momentin që luan interesa aq të mëdha, nuk je ti më i rëndësishëm. Janë interesat dhe ato ekuilibra që ti thyen. Filmi juaj më i fundit Pikë Uji është duke shijuar akoma suksese edhe kur ka kaluar pak më shumë se një vit, mos gaboj nga premiera. Jeni fituesi 2 çmimeve në festivalin e Aleksandrisë për skenarin më të mirë dhe interpretimin më i mirë për Gresa Pallasi. Dhe është listuar në një nga filmat e rekomanduar nga New York Times pak më përpara festivalit. Unë do të pyes pak si ka qenë kjo përjetimi i kësaj periudhe. Me thënë drejtën, duket sikur ka qenë dije premiera, ka qenë aq intensive gjithë kjo periudhë para mbrapa, festivale, kërkesa, platforma të ndryshme, festivalet në Amerikë ndryshu komplet qasjen, nuk është më thjesht prezantimin e një festival. Bëjmë platformë dhe voton publiku direkt në mënyrë që të vjet në direkt kontakt me autorin. Dhe është e papritur sepse është filmi i parë që ne e shpërndajmë pa një sales agent ndërkombëtar, pa një agent shitje, por me sa duket kemi bërë mirë se refuzuam 3 që donin ta shpërndanin filmin, sepse kështu jemi në kontakt direkt me festivalet. Ka qenë shumë eksituese, e papritur, por te festivali i Aleksandrisë që përmendët ju, ishte i veçantë për mua sepse një nga anëtarët e jurisë që këmbguli që të merrni më shumë se këto 2 çmime që morën në fakt kishte drejt, se kishte filma fantastik. Vetë ishte regjisor, punon në Londër dhe është me origjinë nga Qipro dhe ran kontakt direkt me bashkëskenaristen Dorentina Basha dhe Gresa Pallasken, sepse do t'i ketë që të dyja në filmin e tij të ardhshëm. Gresën në rolin kryesor, pavarësisht se nuk flitet shqip, edhe Dorentinën si bashkëskenariste. Për mua është shumë më tepër se sa çmimi im. Sepse në fund ditës kinema e merr këtë kuptim që ka vazhdimsinë e saj. Imagjinoni si komunikon filmi nëpërmjet emocionit që përcjell. Këto ishin gjërat më të bukura dhe them që ka qenë një nga eksperiencat më fantastike, pavarësisht se ne kemi qenë në festivale shumë më të mëdha se sa i Aleksandrisë. Dhe në fakt duhet të kaloj pak te kjo që përmendët ju pjesa përtej çmimeve, se do të them përtej këtij sukseset ndërkombëtar në festivale. Gjëja që mua më tërhoqi që kur e pash filmin është bota e brendshme e filmit, personazhet, çështjet sociale që trajton. Dhe do të pyes fillimisht për skenarin. A ka qenë që në fillim ideja për të bërë një film që do ishte pasqyrë shoqërisë, apo ka qenë ideja për të trajtuar historinë e një mamaje me djalin e saj që është në burg? Zakonisht unë nisem shumë nga historitë personale, më ka ngelur që unë kam mbaruar për regji teatri. Dhe në teatr dihet që ti duhet vesh vepra të tjerëve. Ajo që më binte në konflikt me teatrin ishte që dohet bëja veprat e mia. Dhe historitë e mia personale, se nga ndonjëherë më dukeshin më shumë se shakespeariane, ajo që më ndodhte në jetë. Nuk e di, a më qellojnë mua, nuk e di. A unë i kërkoj problemin, e kupton, kam një sy kritik. Dhe kjo ishte arsyeja pse nuk më rinte kostumi i teatrit, doja përtej. Natyrisht nëpërmjet Shakespeare-it i mund thuash dhe veten tënde, patjetër. Por edhe vitet 90 ishin shumë në krizë të madhe për teatrin, kur unë isha ende shumë me energji më tepër se ç'mund të kem sot dhe doja të bëja diçka, ti flisja njerëzve të mi. Teatri nuk më rinte kostumi i teatrit, zgjodha filmin. Si thash, nisem nga historitë personale. Ishin disa faktorë që vendosëm në lidhje me këtë histori, që u bën bashkë si një konstelacion që unë të shkoja shumë më në thellësi, se çofronin ngjarje në sipërfaqe. Ndodhi një
përdhunimi i bujshëm disa, në fakt në vitin 2018, që kulmuan në 2019, që dëmi që u shkaktua moral një vajze që e psoi këtë ngjarje kaq të rëndë, se unë jam print vet dhe kam idenë se ç'do thotë, unë kam vetëm 2 djem, e imagjinoj sikur të kisha një vajzë, nuk e di, domethënë çfarë do ndjeja. Nuk ka fjalë për ta përshkruar. Më tronditi mënyra si u trajtuan media. Mediat nxorën vajzën, e bën tabelqitje dhe të gjithë mund të komentonin për të. Në krahun tjetër, fëmijët e mi rastësisht adoleshent në atë kohë, qelluan miq për së largu, në një ambient pushimi, se nuk duhet të vëse rëndësi ka parimi për mendimin tim, dhe nuk kishin qëndrim për të ngjarje. Dhe bashkoheshin me opinionin publik që mbase vajza mund të ketë gabu vetë. Se si një vajzë 13 vjeçare, domethënë mund të ketë pjekurin për të gabuar ose jo në këtë histori, dhe jo këta që kryen makabritetin, po dhe prindrit e atyre djemve cilët kishin kryer, nënat mbi të gjitha, merrnin një pozicion fare, sigurisht në mbrojtje të fëmijës tyre, është biologjike, është e drejtë, por nuk është e drejtë në kuptimin e përgjithshëm. Çfarë do bëja unë po të isha natë nuk e di. Mbase do kisha bërë po të njëjtën si ato, se është njerëzore. Nuk du të kap moralistin në këtë. Dhe duke njohur njerëz që kanë pushtet dhe që kanë shumë thjesht të kryen, se s'ka problem me bëjmë. Këto formuan një trekëndsh që të jepni një mundësi për të zbërthyer në kuptimin psikologjik çfarë i ndodh këtyre njerëzve. Okej, kanë pushtetin, kanë paran, mund vendosin për jetë e tjerëve, po si jetojnë këta me pushtetin e tyre. Dhe unë isha shumë kurioz duke qenë se në jetë kam njohur, po kam njohur dhe njerëz që brenda tyre kishin një lloj morali, pavarësisht se ishin në krahun tjetër. Dhe gjithmonë ka tërhequr kjo figura e këtij negativit që vuan me veten për të qenë i tillë dhe për të qenë i pushtetshëm. Këtë doja tregoja dhe të them drejtën, unë e bëra skenarin, por nuk ishte kaq i mirë. Skenari nuk ishte, domethënë ne nuk po arrinim të gjerim financime, ishte i drejt për drejt, ishte shpagus, unë i dënoja karakteret, sa ashtu do doja vetë, edhe një pjesë e madhe e publikut ma ka thënë, në fakt, pse nuk i dënon ti këta, sepse ne kemi arritur në atë gjendje që këta njerëz që shkaktojnë këto dëme, ti dënojmë në një formë ose në një tjetër, ose të mizotrojë çështja energjisë pozitive. Kjo nuk ndodh në shoqërinë tonë. Dhe kjo më tërhoqi dhe thash mbase kështu ka efekt më të madh. Pavarësisht se nuk shpagon. Pra, duke qenë se fëmijët e mi morën këtë pozicion indiferent, mua më duk sikur unë nuk isha mundur t'i jepi atyre atë që unë ndjeja. Ose shpesh ka marrë prej tyre akuza që çfarë profesioni është ky, më burr, shif si jetojnë tjerët, pse nuk duhet jetojmë se bullizoheshin në shkollë. Me që s'kishim një mundësi, dhe unë djali i madh ka qenë pak nevrik dhe kisha gjithmonë, ishte shumë i drejtë, po ishte aq i drejtë si puna e gizët, si mund thyet. Domethënë se shkonte drejt për drejt, në vend që edhe të rinte të reflektonte një herë, pastaj reagonte dhe kisha pak frikën se mos në shkollë krijonte një konflikt sepse ishte i rrethuar nga njerëz që kishin mundësi financiare, që i bullizonin, ai kishte në natyrë që mbronte të tjerët, kështu që dhe pastaj u bë aq i ftohtë sa kaloi në këtë pozicion, që ishte indiferent për këtë ngjarje që ndodhi. Kto ishin arsyet pse unë bëra një vepër të këtij lloji dhe ku doja t'i fusja në mes këta njerëzit e pushtetshëm. Ne po e shohim, apo jo jemi të gjithë jemi prezent se si figura që kanë pasur gjitha, tashmë janë thyer në kuptimin, po themi, politik, po themi për pjesën njerëzore të tyre, dhe jam i bindur që ata po ta shihnin, do ta kuptonin mirë këtë, edhe dëmin që na kanë shkaktuar ne. Nëse e mbani mend në atë kohë për atë përdhunimin e famshëm që ndodhi, një nga ish ministret vajti në familjen e vajzës dhe e bëri publike. Familjen e vajzës, gjë që pavarësisht ndihmës që duhet japësh, nuk kam përshtypjen se mund të shkaktosh dëme të tilla njerëzore. Unë jam kundër kësaj, mund të ishin gjetur mënyra të tjera, dhe nuk ka nevojë të konvertohet çështja në politike dhe pastaj turren gjithë dhe merren me viktimën, se ajo është më e pambrojtur. Një nga gjërat që më ka pëlqyer më shumë për filmin është kjo pjesa që personazhet nuk janë as plotësisht negativ, as plotësisht heronj, të paktën shumica e tyre. Duken gjithmonë si të ngecur në një lloj gjendje të ndërmjetme. Dhe dua t'ju pyes, a mendoni që pikërisht në këtë lloj
situata të ndërmjetme është dhe vendi ku ndodhet dhe korrupsioni. Absolutisht, jam në atë situatë, në limbo jam dhe vetë. Domethënë realisht nuk e gjej dot të ekuilibrin tim si krijues. Domethënë te këto kompromiset e vogla që bëjmë gjithmonë. Absolutisht. Që jemi të detyruar të bëjmë sepse është ndërtuar sistemi në formë të tillë që ti nuk luan dot për të gjithë. Ti ke mundësinë të luash vetëm për vete. Në momentin që ti përpiqesh të luash për gjithë, ajo nuk ndodh kurrë, që ti mund të shkaktosh dëme, edhe nga ajo që mund të bëje për veten që të jepi një shembull pozitiv dhe atë nuk e bën dot. Dhe realisht unë jam në një dilemë personale, se cili është pozicioni që ti duhet marrësh, sepse ajo që mua më shqetëson totalisht është që shoqëria nuk e ka një raport me drejtën. Ora në fund ditës ti e shikon një personazh, ndjen dhe energjinë e tij. Nuk është në gjendje ta dallojë personazhin nga sistemi dhe të gjithë përpiqen me mundësitë që kanë të manipulojnë në pjesën më të madhe. Pjesa gjithë pozitive e shoqërisë është komplet e tërhequr, shikon ato punët e veta, ashtu si në momente të caktuara kanë bërë dhe vetë, sepse gjyqin e parë kam marrë nga fëmijët e mi që më thoshin çfarë na bë moral kot, domos sa filloi hapja gojën moral, edhe ikni. Kështu që është shumë e vështirë që ti në një realitet kaq konfliktual të marrësh një pozicion që ti flasit e pamundur, ti duhet marrësh anë, nuk ke asnjë mundësi. S'ke asnjë mundësi, jo me të mirën, jo me të keqen. Kështu që unë duke njohur veten, kam zgjedhur të rri dhe të flas me punën time, prandaj bëj këto filma, të flas me punën time dhe mos flas në kuptimin politik ose se nuk di më fol. Dhe gaboj rënd, mund të bëja dëme të parikuperueshme. Po, shumica e veprave artistike që kanë një lloj peshe dhe një lloj rëndësie në shoqëri janë gjithmonë politike. Nuk janë partijake, por ka gjithmonë një kanë politikën në mesën dhe problemi i madh është për ta transmetuar ke publiku, sepse publiku herë mbas here kërkon gjëra pak më të thjeshta, publiku shqiptar nuk është i angazhuar, është i lodhur nga jeta e përditshme, nuk e di që nëpërmjet një vepre e cila të fletë ai mund gjete përgjigje të jetës vet, nëse do donte, nëse do kishte vullnetin, por nga që nuk beson dhe ka zgjedhur një tërheqje. Pavarësisht se ne kemi bërë maksimumin që ta çojmë, mbajtëm një muaj në kinema, filmi ka bërë më shumë se 40 festivale, ka bërë 30.000 spektatorë jashtë shtetit, doli në kinema në Itali, pra ne kemi bërë maksimumin për të transmetuar ato ide. Unë kam dalë nëpër qytete, kam shpërndarë nëpër shkolla, kam marrë debat me nxënësit, i kam ftuar në debat. Natyrisht janë të tërhequr. Si ka qenë, domethënë? Reagimi ka qenë ajo që unë ndjeja ishte që brenda tyre e kishin ndjerë të gjithë. Nuk shpreheshin, por brenda ishte. Për shembull, shkuan në Korçë, te një gjimnaz Themis Thomikli Gërmenji, dhe disa nga të rinjt, jo vetëm nga ai gjimnaz, por edhe në gjimnaz tjera që vajtëm, Raqi Qirinxhie, si mbaj mend tani shkolla, më shkruan i dikush donte të bëhesh aktor, dikush ka bërë një skenar. Pra, zgjova atë ndërgjegje që të flasin përmes artit dhe sa më shumë njerëz të kulturës që flasin për artin dhe për këtë gjendje që jemi ne, mendoj se rritet pak fare ajo mundësia që të bëjmë çik më mirë se ç'kemi bërë deri tani, domethënë se kultura nuk është thjesht që bëjmë kulturë, kultura është si sillemi me njëri tjetrin, si sillen institucionet me njerëzit, ajo është kultura. Dhe pjesa më e madhe e këtyre eksakt se nuk e kanë atë kulturë dhe fshihen mbrapa, ne shkaktojmë këtë amulli që mendoj unë se kemi për momentin, por më vjen shumë keq se shoqëria shqiptare brenda individët kanë shumë energji pozitive. Unë kam shëtit në gjithë Shqipërinë me punën që bëjmë, nuk janë kështu pjesa më e madhe shqiptare. Të ndihmojnë, janë njerëz që të kuptojnë, njerëz që vuajnë për ty, njerëz që kur e kanë mundësi, po flas në 70%, okay? Se tash mos i absolutizojmë, por janë njerëz që gjenden. Ke një vështirësi, janë aty dhe se kuptoj pse nuk e kemi këtë forcë kolektive që, domethënë, minimumi të bëjmë institucione që sillen të pavarur dhe janë në shërbim të njerëzve. Mosbesimi mendoj unë që kemi ndaj njëri tjetrit, që besoj se vjen edhe nga mosbesimi në një fe, ose kemi qenë dikur. Kjo besoj reflektohet edhe në mënyrën se si ne sillemi me njëri tjetrin. Kështu që arti im tani arti im se kam atë forcë, po nëpërmjet artit un kam këtë mundësi të thellohem në kuptimin psikologjik në ngjarje të caktuara që mua më eksiton, më pëlqen shumë. Në fakt duhet të pyes edhe për personazhin
kryesor personazhin e Aidës, që është një personazh interesant pasi edhe ajo vetë është pjesë e kësaj strukturës korruptive, pavarësisht se më vonë bie prej saj ose bëhet një lloj viktime. Jam kurioz si e shihni, domethënë e shihni si produkt të sistemit apo si njëri si dikush që bëhet pjesë e këtij sistemi në mënyrë të vullnetshme ose me dëshirë. E dyta me pak të parën, sigurisht që është komplekse. Ajo kërkon të jetë, ajo e do fuqin, ajo do të ketë pushtet, ajo mendon se ka dhe aftësinë për ta bërë këtë, ka dhe lidhjet, sigurisht në filmin nuk i shpjegojmë gjitha, po kur i thot të shoqë që prej me u bëre dikush, do të thotë që ajo ka pas lidhje me njerëzit që kanë pushtet, ka çar, ka arritur të marrë vendime, ka shërbyer, pa diskutim. Ne jemi prezent në ditët e sotme sa shumë duhen këta drejtorët edhe këta shefat e urbanistikës për të vënë firma që gjenerojnë para të madhe. Dhe sigurisht kjo është super prezente, mbase nuk është një realitet për tuaj. Jo në atë formë, paktën se mund të jetë në forma tjera. Dhe ajo do të jetë e tillë, e arrin këtë, mirë po të thyet kalaja nga poshtë, të thyen ekuilibrat pikërisht në atë që ti ke gjën më të shtrenjtë. Dhe jo pa qëllim, më ka lindur ideja që prokurori është ish i dashur i saj, që ajo të ketë një mundësi vrasje ndërgjegje, të vihet para pasqyrës. Dikur kishte një dashuri, po duke parë atë personi që ishte njëri parimor, po themi që s'do bënte kurrë një jetë që ti ishte e mirë për të, siç e gjykonte ajo, e braktisi dhe e la. Ai nuk tha gjë, vazhdoi jetën e vet. Dhe vjen dita që pikërisht ky njeriu do të gjykojë për fajin e fëmijës tënd, për atë që ti ke kryer në jetë. Se dhe ne me fëmijën tanë që ti ishim në rregull, jepim me i lek edhe faktikisht nuk është sigurisht që kondicioni, kushti që i krijon është parsor, por nëse nuk e rrit emocionalisht fëmijën tënd, është e pamundur që ai të dëgjojë. Dhe tani mund të them që se fëmijët e mi arritur, po ajo që ne mbollëm atëherë, po duket tani kur ata po shkojnë nga 22-23 vjeç edhe e kuptojnë atë investim që ti ke bërë. Pra rikthehen ke thelbi yt. Kurse Aida për mënyrën si e ka ndërtuar, nuk ka lënë gjë, ka lënë vetëm lekun. Ka kujtuar se e ka mbrojtur fëmijën e vet duke e bërë të tillë, por njëkohësisht duhet ishte edhe mik me djalin e kryetarit të bashkisë që mund të bëj çuditëra. Dhe sigurisht ai shkon pas atij modeli dhe nuk shkon pas modelit të prindërve, sepse modeli i prindërve ka qenë që mund të siguroj mirëqenien, por dhe me idenë që po të siguroj dhe pjesën emocionale, por nuk ka qenë e tillë. Faktikisht ajo është një gënjeshtër e madhe, sepse dhe ai djalë që ka parë ato skena, ato përdhunim, dhe është fut në konkurrencë që duhet ta bëjë se s'bën për të vërtetuar që është burr, sigurisht që është thyer brenda tij. Dhe ai ka parë që në atë moshë çfarë drejtimi do marrë ai. Thelbi dhe orientimi, pika e referimit që ka ai është forca, është pushteti, do vrapoj mbas asaj. Nuk do vrapoj mbas nënës tij që mendoi se e rriti mirë, por faktikisht fare, sepse i dha kohën, ishte të merrte pjesë në një ngjarje të tillë makabër dhe pak a shumë ngjarje të tilla riciklohen herë mbas here kene, domethënë kur mungon kjo. Dua të rrim pak më gjatë kjo marrëdhënie e Aidës me djalin e saj. Ajo përpiqet ta shpëtojë, nuk lë asnjë gur pa lëvizur, megjithatë të paktën personalisht përjetova edhe një lloj ftohtësie më duk. Ai saç është e shqetësuar për të shpëtuar djalin, është e shqetësuar edhe për imazhin e saj dhe për reputacionin e saj. Dhe jam kurioz të di, domethënë, a munden dashuria dhe ambicia të bashkë ekzistojnë? Munden. Bashkë ekzistojnë në mënyrë të sinqertë, ndoshta. Patjetër që munden, nëse këto do të ishin në të njëjtin nivel. Pra ambicia dhe, si më thënë, emocioni të jenë në të njëjtin nivel. Nëse njëra prevalon, sigurisht që do reflektohet. Dhe nuk e di se kush mund të jetë ai njeri që mban atë ekuilibrin, sepse në momentin që ti futesh në atë cikël, në atë sistem, nuk je më i vetes tënde, absolute, ti në ato pozicione ku janë interesa aq të mëdha, do ndryjnë interesa tjera, që nëse ti nuk e formimin e duhur, do të tjetërsojnë, ose nëse ti do mbash një pozicion të drejtë, mund të edhe ti kësh fare. Kështu që sa më përpara të shkosh, aq më shumë rritet ambicia dhe aq më shumë i largohesh
kësaj pjesës tjetër, t'ju kujtoj një serial danez me kryeministren daneze, që është bërë para një 10-15 vjetësh, është në Netflix, që tregon jetën e saj nga ku lindi dhe ideja për të bërë House of Cards. Dhe kryeministria që u nis me një qëllim fare të sinqert, kur erdhi në pushtet, u largua familjes, u nda dhe gati arriti në përmasa djallëzore. Njëri që u shndrua për hir të pushtetit, sepse është e tillë loja e politikës dhe e pushtetit, sidomos kur vjen në nivelet të larta. Është vërtet ka qenë vështirë që të tërhiqesh, më thënë, kur ti je në atë moment, ose je pjesë e pushtetit atij niveli të lartë, ose je shumë afër njerëzve që janë pjesë e atij pushteti. Është e vështirë të tërhiqesh kur kupton ose kur shikon se çfarë ndodh? Për mua po, është shumë e vështirë, sidomos në vende si Shqipëria, për arsye sepse zullumet janë të mëdha. Kështu që në momentin që ke bërë një zullum, ti duhet bësh një tjetër më të madh që ta mbulofsh atë. Kështu që mendoj se është e vështirë për tu tërhequr kur je futur në nivele të tilla, edhe sidomos ke marrë vendime. Ne e shohim Aidën që ka pranuar i merr lekët ndërtueses që t'i ndaj me kryetarin e bashkisë, që ti filloj punimet nuk fillojnë, dhe ajo ngelet sigurisht që zullumet në momentin që ti ke bërë këtë, dhe ne dim fare mirë se si janë përqindjet, ose të paktën i kemi dëgjuar, se ne nuk kemi gjykata, po kemi dëgjuar që ato përqindje janë shumë të mëdha, dhe sigurisht që në momentin që luan interesa aq të mëdha, nuk je ti më i rëndësishëm. Janë interesat dhe ato ekuilibra që ti thyen. Po kur mendon që ç'mund të ndodhë më mbrapa. Kjo është personale, për secilin. Po në momentin që ti e bër pjesë e rrjedhës mirimangës, aty në një nëse kputet ajo çahet rrjedha dhe i shkakton dëm të gjithëve. Kështu që ti për mendimin tim e ke në momentin që ke bër thash zullume, e ke totalisht të vështirë të rriqës, ose nëse nuk e bërë zullume, ti thjesht ikën nga detyra. Okej. Ne të gjithë themi, domethënë të paktën publikisht themi që nuk na pëlqen korrupsioni, e urrejmë, e përçmojmë. Megjithatë, ka përshtypjen që shumica e njerëzve të paktën në shoqërinë tonë privatisht kërkojnë të kenë akses te korrupsioni ose tek nderet ose ato avantazhe që mund të përfitojnë në mënyrë të padrejtë ose të paligjshme. Pse mendoni që ndodh kjo, domethënë që e dënojmë publikisht ndërkohë që privatisht mbështetemi tek ai? Është çështje hipokrizie? Patjetër që është hipokrizi, pa diskutim, po puna është ai që bën që shkojmë ke doktori, japim ai lek, nuk është hipokrizi, jep me sinqeritet se më shpëtove, e kupton? Dhe e kemi ndërtuar ne në sistem se brenda vetes, e dim fare mirë që ne nuk kemi ndërtuar një sistem dhe ne jemi debitorë atyre njerëzve ku diun, doktorit apo një. Kështu e kemi konceptuar në jetën tonë dhe në momentin që ti do besoje te një sistem i drejtë, nuk do e bëj atë të voglën. Po, duke u nisur nga këto gjëra të vogla që në fund pastaj këto ndërtojnë edhe mënyrën si ti sillesh në shoqëri. Po unë kam përshtypjen që ky korrupsioni nuk vjen thjesht dhe vetëm nga disa njerëz që na udhëheqin. Vjen edhe nga ajo që thash pak më parë, nga besimi që ne kemi për ndërtuar një shoqëri, edhe si individ. Pjesa më e madhe, duke qenë mbase edhe pa shkollë, edhe nuk janë mban mendja për gjëra të mëdha, i bien shkurt dhe thotë do bëj jetën time dhe po mbase jo vetëm në Shqipëri, po gjithandej është e tillë se që njerëzore nuk jeton për jetësi, kështu që duhet të jetoj për atë moment. Unë e kuptoj dhe ndërtohet ky rrjet që pastaj kulmon me shembujt që ne kemi në politikë që arrin në figurën e një mostre. Kështu që kjo ndërtohet pak nga pak dhe vjen derisa na shfaqet e tillë. Tani sa tafti jemi ne të mbrohemi, nga ajo se na ha dhe neve ajo, nuk është të parë që po i ha janë ata vetë. Ne po e shikojmë këtë. Se domethënë të futesh në burg dhe të kesh një fëmijë, nuk kam përshtypjen se është një gjë që mund të kaloj lehtë. Sigurisht që po e bëjmë burgun për 100 milion euro, nuk ka problem, po sido që të jetë ajo lë një gjurmë por mendoj që nuk duhet të vë që jemi vetë që e pjellim, por janë disa zakone tona që kanë për mendimin tim dhe ardhjen që nga koha e komunizmit, kur çdo gjë ishte kontrolluar nga shteti dhe në momentin që ne morëm demokracinë, ne e shfrytzuam si një akmarrje ndaj shtetit. Shteti na quajtë armik, u turrëm, donin pronat, donin të merrnim edhe atë që s'na takonte, dhe sepse e tillë ishte bërë ajo kohë, domethënë nga ishte akmarrja e individit ndaj shtetit dhe në këtë përplasje ne nuk patëm mençurinë
në ato kohë të vështira që të gjenim një ekuilibër dhe ndërtonim një sistem i cili mund t'i shërbente të gjithëve. Këtu ne besoj, sepse unë jam një student i 90-s dhe kam luftuar fort për atë, kam qenë në vit parë, besoj se kemi dështuar. Nuk jam për që ajo ishte një lëvizje që u orientua nga të tjerët, se ishte kështu se këto teorita nej, që faktikisht ishte një energji dhe pikë fund duhet derdhe diku, por një energji që s'ekziston nuk e imponon, nuk e injekton dot shteti. Domethënë ne kemi qenë studentët atje ishim gati të as nuk e dinim që ekzistonte vdekja. Mund të shkonin përballeshim pa problem se ishim pa vdekshëm. Kështu e dinim ne atë kohë. Por nëse ne do ta kishim bërë mirë në atë moment delikat, mbase shumë gjëra që ne i vuajmë sot, nuk do i kishim vuajtur dhe nuk jemi treguar të mençur, po edhe për një arsye tjetër, sepse dia në atë moment aq delikat Shqipërisë nuk ekzistonte. Ne nuk e kishim të qartë fare se çfarë ishte një pluralizëm, se çfarë ishte një program partie, mbaj mend që atëherë u mor nga Partia Jeshile në Zvicër, diku programi i parë. Domthonë ishim komplet paditur. Mjetet e komunikimit nuk janë fare siç janë sot. Gjithçka e kishim në formë empirike, si mund bëhet kjo demokraci, e kishim të importuar dhe për të dhënë një shembull më konkret, dikur në atë kohë vjen një eurodeputet nga Parlamenti Evropian që asistonte se çfarë bënim ne në televizje. Edhe nga që bëshin shumë diskutime dhe zbaronin kurrë, unë i them ndërry, na i zgjedh. Tha Robert, duhet ta zgjidhni ju, nuk kam çfarë të zgjidh unë. Duhet ta gjeni ju këtë punë. Me sa duket, ne nuk e gjetëm plotësisht. Domethënë ne gjetëm pak gabim, por në fund të ditës për një gjë jam i sigurt që paktën lirin gjithë secili në këtë kohë që jetojmë e ka, dhe sigurisht aq më tepër sot me zhvillimin e teknologjisë mund të bësh edhe një individ mund të bëjë ndryshime të mëdha. Nuk ka ardhur akoma në Shqipëri, por mundësia për që kjo të ndodhë është. Në një sistem si ai atëherë, mundësia që kjo të ndodhte nuk ishte. Çështja e importimit të politikave, të ligjeve, kam përshtypjen që është një gjë që na përndjek që nga pavarësia, se për shembull gjatë verës kam qenë duke lexuar Petromarkon dhe përmend të një korrupsioni shumë i ngjashëm me atë që ndodh sot, importimi i ligjeve nga Zvicra, pastaj vim gjatë komunizmit, importimi i një ideologjie tjetër. Dhe ndërkohë sot po bëjmë të njëjtën gjë dhe të njëjtin cikël, dhe Petromarko ka qenë njeriu që është dënuar nga 3 sisteme, u dënuar nga sistemi i zogut, u dënuar nga komunizmi, doli dhe smori atë që takonte në demokraci. Domethënë, si sillemi ne me këto, me kaq e vogël është për ta kuptuar se çfarë ndjeshmërie kemi kundrejt padrejtësisë që i ndodh. Është një individ që ti ke mundësinë ta zbërthesh në një fenomen që përgjithson, simbolik. Ai ishte i tillë dhe kjo ka qenë dhe thash që mund kishim bërë shumë më mirë, gjithsesi nuk jemi vonë, mund ta bëjmë dhe tani. Dua. Varet çfarë dëshirë ka. Nuk është asnjëherë vonë. Ty ta kisha bërë këtë pyetje që në fillim, po kthehem tani tek titulli i filmit Piku i. Të sugjeron idenë diçka shumë të vogël, shumë të brisht, po që njëkohësisht mund të shkaktojë diçka katastrofike si përmbytja. Absolutisht. Jam kurioz të di çfarë përfaqëson për ty personalisht pika që derdh gotën ose pika që përmbyt gjithçka pastaj. Fillimisht kur kemi qenë në kohën e komunizmit, se kishte ca tregime për partizanët, se edhe familja ime ka qenë partizane, po tash po e them më humor, kur i torturonin, i vinin një pikë uji në kokë. Pam, dhe mbas shumë kohësh ajo bënte bym. Pra, kjo pika e ujit e përsëritur në kohë mund të bëjë gjëmën. Në krahun tjetër, shkenca ka vërtetuar që brenda një atomi aq të vockël është gjithësia, mënyra se si ai shpërtheu, masa e vogël që mund të bëjë ndryshimin cilësor të madh. Për ta konkretizuar, sigurisht është ajo që tha ty që në shumë e brisht është tërheqëse, pika e ujit ka një simbolik që mund të përfshijë shumë fusha, pse unë nisa nga kjo, por kryesisht unë nisa djali i madh që studion për fizik, matematik, vjen nga Greqia dhe më sjell gotën e Pitagorës, e cila Pitagora nuk ishte universitete si sot, po studentët e tij shkonin në shtëpi, pinin verë gjatë kohës që mësonin, se ishte e hapur,
I pinin shumë verë ata. Dhe thakë që të shpiku një gjë, që këta mos pinë më shumë se shduhet. Edhe shpiku gotën e Pitagorës, që nëse ti e mbush gotën dhe kalon një nivel caktuar, gjithë vera, gjithë lëngu që është aty brenda derdhet. Pra, duhet vetëm një pikë uji që bëjnë ndryshimin e madh nga sasior në atë cilësor, që zhduket komplet, nuk zërësisishte. Kjo më grishi shumë për ishim në kohën që po merreshim me filmin e një, e dyta, kjo më lindi idenë për shkuar për të xhiruar titulli, për të xhiruar filmin Pogradec. Akoma pa kur e kishin thjesht si ide, më lindi ideja që të shkoja në liçenin e Pogradecit, sepse kishte të bënte me ujin, poezia e ujit që është bota e brendshme e personazheve, në kontrast të fortë me qytetin, me rrëmujën e qytetit, dhe kjo ma plotësonte këtë ndjesi të kontrastesh që Shqipëria është e mbushur plot. Dhe kjo lindi pastaj shkoi edhe më tej. Kur shkuam Pogradec, unë e dija legjendën e liçenit Pogradecit, po që kemi futur më mbrapa me bashkëskenaristen Dorontina Basha, një miku im Enri Shkurti që punon në skenografi, që është edhe në Bashkinë e Pogradecit për çështjen e turizmit, që ma dha legjendën, dhe ne atë legjendë si çështë e kemi futur në film, që është simbolika. Ky liçen përfaqëson ndërgjegjen e një qytetit ku fshihen gjithë mëkatet. Dhe Zoti aty vendosi një përbindësh që ti dënon tek këta njerëz që kryenin mëkate, dhe sa herë që dikush vdiste nga mëkati vet, trupin ja nxirrte jashtë dhe e çonte në breg liçenit për të mbajtur ambientin pastër. Pra, njeriu në konflikt me natyrën. Pra, shkojnë në një nivel simbolik pak edhe më të madh se sa. Dhe faktikisht kjo është vënë re edhe kur kam shkuar në festivale ndryshme se bëhen biseda me publikun, dhe i ka grishur kjo kanë kuptuar simbolet, kanë kuptuar metaforat, gjuhën që përdorin personazhet që mund të jetë shumë lokale, dhe për këtë më është bërë shumë qefi dhe kam menduar që kur ti nisesh nga një simbolik, nga një metafor që i flet gjithëve, sado lokale të jetë ngjarja jote, ajo do kuptohet kudo që të shkojë filmi. Dhe kjo është pse arti i fuqishëm, i mirë, që bazohet në simbolika, në thellësi, është reziston gjatë, mund të shfaqet dhe mbas 20 vjetësh, dhe ngjan gjithmonë interes sepse ngelet bashkëkohor. Veprat komerciale rrinë për një kohë të caktuar, dhe sepse janë për atë moment dhe nuk janë më po një dhe gjë, po themi mbas shumë vitesh, po sa i flasin shoqërisë. Kjo është ideja, dhe prandaj jemi thelluar dhe jemi përpjekur titulli mos ishte thjesht dhe vetëm një titull, po t'ishte diçka që ja u tregova se si ai efekti domino deri ku arriti titulli, domethënë nuk e nisur nga një ide. Arti i vetëm, domethënë nuk e ka fuqinë që ta ndryshojë një shoqëri ose ta reformojë atë ta bëjë më të mirë. Megjithatë mund të denoncoj gënjeshtrat, këto mashtrimet, iluzionet që krijojmë, dhe duhet të të pyes, a beson që kinemaja, sidomos këtu tek ne, e ka akoma, dhe artin përgjithësi e ka akoma të fuqi që të ketë një impakt moral në shoqëri? Shiko, nuk e ka për pjesën e madhe, por unë them që e ka për njerëzit e mençur. Dhe njerëzit e mençur janë ata që vendosin dhe pjesën tjetër që është më pak e angazhuar në mençuri, ose nuk janë mençur. Por nuk duan të jenë filozofë, e kupton? Pra këta njerëz e mençur kanë impakt në shoqëri. Dhe do lën diçka. Mua më ndodh që më takojnë njerëzit të rrugës, kur vita shohun atë film, që ka dalë para i vitit. Qa thunë më burë? Pse ka shumë kohë ka kalu? Pra, kanë ndenjur gjatë. Pse kanë ndenjur gjatë? Sepse këta njerëzit dhe cilit ka pas impakt, vazhdojnë e flasin. Dhe këta kanë influencë të njerëzit të tjerë. Dhe si do që tjetë, unë mendoj se nuk ndronë gjëra konkrete, por le një gjurmë të fuqishme emocionale brenda njeriut që ti diskutosh. Mbase ti nuk diskuton për pikuj, se s'ka arsye. Po ti mund diskutosh, mund të frymëzoj për një fenomen që ti do ta bësh vetë. Dhe nuk ka, por ai është brenda teje. Ti nëpërmjet ti zgjen dhe problemin tënd dhe mund ngresh një çështje tjetër. Unë e besoj fort këtë. E kam besuar që kur kam qenë student në Akademinë të Arteve, sepse shifja që ne duhet bënim një art shplarës, nuk isha dakord.
më thoshte një babai në shtëpi, vëlla mos fol lëri urt ç'ke. Qa po them atë që nuk vete, domethënë pse duhet të jetojmë në një vend që duhet t'i fshejmë gjërat. Pra, dhe që atëherë më lindi ideja që të merresha me art të angazhuar dhe nuk kam hequr dorë për asaj. Pavarësisht se në momentet që flasim, nuk është në trendin ndërkombëtar, nuk është ky lloj filmi që ky mund të ishte para 2-3 vjetësh, kur ne e lindëm si ide. Kinemaja reflektive ka ikur, është pak më shumë kinemaja që ka një lloj efekti, që të çudit pak, që të tërheq edhe publikun, pra nuk është që ti duhet kesh një publik të kualifikuar, ti duhet i flasësh dhe një publiku tjetër. Pra është rrit vështirësia e filmit autor, e filmit kultur. Po tani ka një gjë që ndan këto dy epoka. Sot jemi në Mehin, unë kam miq që bëjnë filma të shkurtër me ai që ti nuk i dallon dot më. Okej, AI-a kontrollohen nga njerëz, nga ata që e bëjnë programin. Dhe AI-a mund të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm për filmat komercial, për ide, edhe ju po të keni sot një ide, ja kërkon me fjalë të kyçe, mund ta nxjerr filmin e piku është gjë fare, ta bën në kuptimin estetik flas. Por në kuptimin kritik, AI-a nuk do mundet kur të bëj një film, ose sepse është jo se është e kontrolluar nga dikush, por nëse ti nuk e di vetë si autor që ti kërkosh AI-s të bëj një film kritik, do jetë e vështirë që ajo ta bëj dhe nuk ka kuptim që filmi kritik të bëhet me AI. Dhe tjetra që deri tani e shpëton këtë lloj filmi që bëjmë ne, është nëse Amerika konkretisht ka filluar krizën dhe po ikin gjithë majoret amerikanë nga Amerika, po turren në Europë, po do vinë edhe në Shqipëri patjetër të investohen, sepse nuk i përballojnë dot më kostot, por orientohen drejt këtyre kostove më vogla që janë me AI. Evropa po vë rregulla dhe filmin e cilëson kulturë dhe te kultura fshihet dhe mendimi kritik që ne kemi për shoqërinë. Kështu që deri tani kjo është barka e shpëtimit, por nuk e dim me këtë që po ndodh me tregjet. Unë erdha nga Italia para 2 ditësh dhe po flitej për një krizë të jashtëzakonshme, për sa i përket edhe filmit autor, për çështjen e publikut dhe etj. Kështu që është e komplikuar dhe jemi në një fazë tranzitore që nuk e dim se si do shpëtoj ky film në krahasim me këtë filmi tjetër. Është demokratizuar që ka shkuar ke të gjithë, që të gjithë mund të bëjnë, por kujdes, do vi një pikë që nuk do ketë më nevojë as për krijuesit. Do jetë algoritmi që e bën filmin vet. Në atë që do tani puna është ngelet publiku, do publiku të shohë një film të bërë me algoritmin e internetit dhe të AI-s dhe ku ti nuk flet dot me autorin, sepse filmat tanë, unë deri tani kam shkuar në 20 festivale dhe kam komunikuar me njerëz publik të 3 kontinenteve. Dhe filmi jon merr kuptim kur ka autorin dhe ti e pyet, siç po më pyesni ju mua. Kurse kur një film të bërë me ai, këtë do pyesësh ti Zotin? O Zot, pse ma bëre këtë? Një projekt i radhës që mund të jetë tani së afërmi? Së afërmi jo, nuk jam i bindur se kur mund ndodhi. Kam filmin tim të 4 që ka lidhje me vetvrasjen e Mehmetçeut, por që nuk do jetë absolutisht e bazuar tek historia e vërtetë e ngjarjes, do jetë një krim absolut i imi dhe i bashkëpunëtorëve të mi, për të zbërthyer natyrën diabolike të pushtetit në përgjithësi dhe të diktaturës në veçanti. Dhe se si një dashuri që ndodhi në atë kohë u bë shkas që të binte regjimi. Duket absurde, por e vërteta, nëse do futemi në detajet e asaj kohe, Mehmetçeu ishte njeriu i fundit dhe miku i fundit të Enver Hoxhës. Me vdekjen e atij, mbas disa 1-2 vjetësh, Enveri nuk ishte më miq të ngushtë, nuk ishte më një dorë të fortë që ta mbante siç e mbante Mehmeti. Psoi një infarkt tjetër në morinë e infarkteve dhe vdiq. Dhe sigurisht që kjo ngjarje nuk i iku pa gjurmë, ai la shumë pjesë të vetat në këtë histori dhe 40 vjet misi që kishin me njëri tjetrin nuk mund të kalonin. Prandaj unë edhe më përshtatet ta them që mbase këtu ishte fillimi, pra edhe në kuptimin simbolik që një dashuri rrëzoi një sistem. Këtë e pam më vonë.
Por ajo u bë fillesa dhe sigurisht që jemi kemi një periudhë kërkimore të frikshme, sepse ka shumë detaje dhe kur ti mbledh gjithçka, merr materialet e saj kohe, arkivat, shef, lexon dhe dëshmitë e njerëzve kanë qenë fare periferik në atë histori, mund t'i japin detaje shumë interesante për mënyrën se si ti mund ta trajtosh, por nuk do jetë një film historik, është një film gati surrealist apo realizëm magjik me komedi të zezë brenda, sepse nuk kam dëshirën të trajtojmë thjesht dhe vetëm pjesën dramatike, por natyrisht duhet gjejmë edhe një çelës i cili e bën të aksesueshëm për publikun dhe të pranueshëm. Dhe në momentin që ti këtë e bën mirë, publiku pranon edhe tjetërsimin, po ndryshimin që ti mund t'i bësh fakteve, se ne po bëjmë një krim, dhe ne do vërtetojmë simbolikat që mbart pushteti. Jo, atë mund ta bëj një dokumentar se si ka qenë e vërteta, ishte kështu apo ashtu, apo ky nuk ishte kështu, ky nuk ishte ashtu. Dhe brenda kam futur edhe artin që nëpërmjet kontrollit që diktatura i bënte mendjes njerëzve, ajo përpiqej të parashikonte se kush do ishte e ardhmja e saj. Pra, Enveri ka të hall të kontrollojë mendjet e njerëzve. Sigurisht që s'mund ta zbulojmë se është shumë herët dhe jemi në zhvillim, por përdor artin që u bë gjithë ai investim madhështor dhe nëpërmjet artit ai krijon një realitet ku ne jemi të justifikuar të bëjmë çmendurira nga më të çuditshmet, sepse nuk merret vesh në një pjesë të madhe të filmit në është realitet apo është në mendjen e dikujt kjo ngjarje që po ndodh. Kjo është një detyrë e vështirë. Për pjekurinë artistike që kam takon të bëj gjëra të vështira, qoftë edhe nëse largo zotët dështojmë. Duhet i marrim këto përgjegjësi sepse ndron edhe mënyra si unë perceptoj tani, më shkam qenë i ri, i spesori artistik merr një kuptim më të thellë, shumë më të thellë, ekzistencial, gati. Dhe natyrisht unë duhet të arrit të kuptoj edhe ato pjesa të mira brenda edhe një diktatori që ti ta kesh artin tënd të pakontestueshëm. Ndryshe pastaj do kalonin politike dhe politika nuk thot asgjë në fund ditës. Mund të nisi nga politika, por ne duhet bëjmë një gjë të thelluar. Kjo është edhe po merrem me këtë, jam shumë sepse e gjej veten shumë brenda asaj kohe, kam jetuar, kam qenë i ri, gjithë emocionet e mia adoleshent kanë kaluar në atë periudhë, edhe pjekuria ime artistike filloi aty, dhe ai sistem pavarësisht se unë nuk kam jetuar mirë psikologjikisht për veten time, nuk e di për tjerë se ka shumë të lumtur në atë kohë, janë shumë, por s'kam jetuar mirë dhe dua që ta rrëfej këtë, pse s'kam jetuar mirë, për mendimin tim. Dhe mbase ndriçojmë pak edhe ata që mendojnë se kanë jetuar kaq mirë se janë të lumtur, domethënë. Mirë, shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi, të falenderoj ty për ftesën dhe që bëni podcaste për kulturën. Kënaqësia ime. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.